Një tjetër rast që ka cënuar protokollin zyrtar ka ndodhur gjatë vizitës së kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Hristijan Mickoski në Postec. Në fillim të festivalit folklorik Maqedonas, organizatorët kanë ekzekutuar vetëm himnin Maqedonas, duke anashkaluar plotësisht luajtjen e himnit kombëtar shqiptar. E njëjta situatë ka ndodhur edhe një vit më parë në po të njëjtin aktivitet. Kryebashkiaku i Postecit Pali Kolevski sqaroi publikisht se ky aktivitet nuk u organizua nga institucioni që ai drejton, por nga shoqata VMRO Shqipëri. Kolevski deklaroi se u kishte kërkuar paraprakisht organizatorëve zbatimin e rregullave protokollare për përfshirjen e të dy himneve dhe se ndjej i keqardhur për situatën e krijuar. Kërkoj ndjes vërtet, pavarësisht se nuk më takon mua sepse s'kam qenë organizator ose si bashkia s'ka qenë organizatore e këtij eventi. Ne kemi qenë të ftuar në këtë koncert. Megjithatë, domethënë kërkoj ndjes edhe kryeministri i Maqedonisë nuk e priti mirë. Nga ana tjetër, gjatë fjalës së tij, Mickoski nënvizoi se ruajtja e identitetit dhe gjuhës duhet të shihet si një urmiqësie e respektit reciprok mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në rrugtimin e tyre të përbashkët drejt Bashkimit Evropian. Por dua t'u them edhe diçka shumë qartë. Maqedonasit jashtë kufive të Maqedonisë nuk duhet të jenë temë vetëm gjatë festave dhe festivaleve. Kujdesi për gjuhën, kulturën e tyre dhe lidhjet me atë dheun duhet të jenë një politikë shtetërore e qëndrueshme. Anashkalimi i himnit shqiptar për të dytën herë me radhë në këtë aktivitet shënon një precedent të papranueshëm në marrëdhëniet protokollare, pavarësisht mesazheve diplomatike për fqinjësi të mirë.